është një pyetje pak sa e vështirë për të një përgjigje specifike apo drejt, por unë mendoj nëse bazohemi në disa opinione të figurave shumë të shura që nuk është në momenti për të thënë emra, që kanë qenë pjesë e kabinetit të qeverisë Mitsotakis apo figura që i përkasin spektrit të djathtë, të cilët janë më të ndjeshëm nga çështjet kombëtare nacionaliste kryesisht, shpesh herë është pohuar, kryesisht 2 vite e fundit, të cilët ata kanë pohuar dhe pas janë larguar nga kabineti qeveritar, kanë pohuar dhe në media të apo në emisione ku trajtohen çështje serioze me një standard të ndryshe, kanë pohuar trysnin që ka patur Greqia për athinat zyrtare nga faktorë ndërkombëtar. Dhe këtu nuk kuptohet sigurisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo edhe perëndimi, sepse duket qartë që pozicionimi 100% i Serbisë në mbrojtje të interesave të Rusisë, kryesisht dhe hapja e portës së armatimit dhe më tepër investimeve kineze në Ballkan e ka distancuar atë tashmë nga orientimi euroatlantik perëndimor. Kosova si një vend i besueshëm dhe 100% pro-amerikan, pro-perëndimor, edhe pse ka një problem të pakën për Greqinë që lidhet me religionin, pra me fen, duke dominuar feja myslimane, fatmirësisht edhe pse ka celula të ekstremistëve myslimanë, të cilët nuk kanë lidhje me myslimanizmin, por janë celula të cilët futen atë ndikimin dhe sferën e xhihadistëve, nuk po bën problem. Greqia po i ndjek me kujdes dhe me vëmendje të gjitha zhvillimet në Ballkan. Dhe më vjen mirë, qoftë si të mund, por dhe nga media shqiptare që është shkëputur, në më të themi, ka rënë intensiteti i ndjesisë nacionaliste, qoftë nga media kosovare apo nga media shqiptare, lidhur me terma të cilët shpesh janë në fantazi ose janë terma të cilët nuk kanë për të zgjidhur kurrë ose nuk kanë asnjë lloj raport me të vërtetën, dhe kjo ndihmon si opinion në Greqi, sepse mos harrojmë që deri para 2 vjetësh Kosova interpretoi në Greqi dhe Shqipëria për themelimin e ushtrisë me disa ushtria e Slim të Çamari, UÇÇ etj. Pra, flasim fantazia e nderuar, të cilët e kupton shumë pikërisht. Nuk edhe shumë të tjerë, madje ka patur disa momente kur profesor me prestigj ndërkombëtar reagonin dhe bullnizoheshin nga gazetarët pse të reagonin, por fatmirësisht këto tashmë kanë kaluar, duket që ka një qasje ndryshe dhe mendoj këtu është përgjegjësi e padiskutueshme e qeverisë së Kosovës, por kryesisht e qeverisë shqiptare, e diplomacisë shqiptare për të qenë serioz. Ishte ajo që në greqisht shpeshherë thuhet ose në gjuhën e diplomacisë njihet si win-win. Pra, pasja në agjendë të çështjeve me rëndësi kombëtare dhe ndërkombëtare që janë pjesë e strategjisë politikave të dy vendeve.